Për shekuj me radhë, kulla e Pisës ka qenë simboli një arkitekture që sfidon gravitetin. Por sot, pak metra larg këtij objekti ikonik, po ngrihet një tjetër strukturë, kësaj radhe për të sfiduar paragjykimet. Ky është momenti kur vendoset kurthemili i xhamisë së re dhe qendrës kulturore islame. Midis Pisës, 5-600 metra prej kullës legjendare të Pisës, mund rresh kjo objekt. Kjo është një histori shumë e madhe. Një ngjarje që po shënon fillimin e një epoke të re për komunitetin musliman shqiptar në Itali. Realisht sot është një ditë shumë e veçantë për neve dhe historike për shqiptarët që jeton këtu në Pizat e Italisë, për arsye se vendoset kurthemeli një qendër islame. Kur një shtëpi Allahu Xhaleshanuhu ndërtohet me një vend që asnjëherë nuk ka pas xhami. Kjo na gëzon tepër. Projektet e xhamive në Evropë shpesh shoqërohen me debate të nxehta politike dhe frikë nga e panjohura. Mirëpo, udhëheqja e Pizës dëshmoi se toleranca e bashkëjetesa janë mbi të gjitha. Ky do të jetë shkak edhe për njerëzit që në fund të fundit nuk është se janë besimtar praktikant. Prap do të gjejnë një vend dhe do të reflektojnë për dëshmëritë e tyre. E konsideroj si vatër dije dhe bashkëpunimi ndërmjet komuniteteve. Komuniteti shqiptar ka edhe një shembull si komunitet bashkëpunues punëtor të ndershëm, krijues dhe kjo na bën që të ndihemi mirë. Mbështetje domethënse erdhi edhe nga kisha lokale. Salam aleikum. Hera e parë kur kam hyrë në një xhami ka qenë vitin 1979. Ne e drinë, edhe unë beta vërtet i habitur për qetësinë dhe mënyrën e përgatitjes së faljes. E ndjej se të gjithë bashkohen si vëllezër. Të njëjtën përvojë kam pasur edhe në Jerusalem, në xhamin Al-Aqsa. Xhamia gjithmonë është vend i vëllazërisë. Për hoxhallarët dhe liderët e komunitetit, ky kurthemel peshon sa vetë historia në këtë qytet. Ai që ndërton një xhami, qoftë e vogël apo e madhe, dhe atë ndërtim e bën për Allah, Allahu ja ndërton atij një shtëpi në xhenet. Kështu që vërtet ndihemi emocionuar dhe privilegjuar këtu, sepse të bëhet tek ne në vendet tona për ka vim na një investim i madh. Kështu ndoshta është për mos ajo. Mirë, po nuk kemi pa në vendet tona kështu. Edhe shtoja kësaj edhe infrastrukturën që ka brenda, edhe shkollën ku do të mësojnë fëmijët gjuhën shqipe, ka kanë bibliotekën, ku kanë sallat e ligjëratave, ku kanë pjesë për aktivitete të ndryshme. Vërtet është një qendër që tek shqiptarët musliman në Evropë nuk kanë pa, domethënë as përse afërmi kështu kaq bukur dhe kaq mirë që kanë përgatit. Veç lut Allahun e madhruar që ta realizojnë këtë projekt në tërësi. Këtë shembull, sipas tyre duhet ta ndjekin edhe udhëheqësit në vendet nga vijnë shqiptarët. Është interesant fakti se Italia ka mërgjimtar nga Shqipëria, më shumë se sa vendet e tjera të Europës. Nëse në vendet e tjera të Europës, muslimanët nga Maqedonia dhe nga Kosova kanë ndërtu dhe kanë ble objekte fetare, në Itali, ose shteti italian, i ka dhënë mundësi popullatës shqiptare që jeton këtu, me pas ata objektin e tyne, ku e adhurojnë krijuesin e gjithësisë. Është shumë interesant fakti se nëse shteti shqiptar ja merr pronat muslimanëve të Shqipërisë, shteti italian i jep mundësi për me dhuru dhe për me ndërtu një xhami që muslimanët shqiptar ta adhurojnë Zotin e tyre. Të gjithë duken të lumtur që më në fund kanë një shtëpi të dinjitetshme për aktivitetet fetare, edhe pse jetojnë me mijëra kilometra larg vendlindjes. Për komunitetin musliman këto, kjo nuk është vetëm xhami. Që realisht nuk është vetëm xhami, është një vend ku padyshim besimtarët tonë do të arrijnë që ta ruajnë edhe përmes kësaj xhamie identitetin e tyre fetar, edhe atë kombëtar, pra këtu përveç që do të mësohet feja, do të mësohet edhe gjuha jon, kultura jon, tradita jon shqipe, edhe pastaj gjithashtu do të shërbejë edhe për mbajtjen lidhjeve me vendlindjen. Kjo godinë moderne në zemër të qytetit me arkitekturën më të komentuar do të jetë një hapësirë e hapur për të gjithë qytetarët, ku do të promovohet kultura islame, arti dhe dialogu. Megjithatë, puna për ndërtimin e saj sapo ka filluar. Deri në finalizim kërkohet shumë mund e para.